Një ngjarje e rëndë ka tërnditur kryeqytetin e Kuvajit, ku një zjarr masiv ka përfshirë një nga kullat kryesore të qytetit pas një sulmi me dron. Flakët u përhapën me shpejtësi në godinën qeveritare që shërben si seli e Institutit Publik për Sigurinë Sociale, duke krijuar skena dramatike në qendër të qytetit. Teksa lufta në lindjen e mesme hyn në javën e dytë, presidenti amerikan Donald Trump akuzon kryeministrin britanik Keir Starmer se po kërkon të hyjë në luftë pasi me ne e kemi fituar tashmë, duke shtuar se SBA nuk ka nevojë për aeroplanmbajtës britanik. Komentet vijnë pasi BBC mësoi se aeroplanmbajtësia britanike është vendosur në gatishmëri të avancuar. Në Teheran, depozita nafte janë goditur nga bombardime të forta ajrore, ndërsa banorët raportojnë shpërthime të shumta dhe të mëdha tymi. Ishte sikur nata u kthye në ditë, tha një banor. Izraeli ka paremëruar banorët në periferitë jugore të Beirutit që të evakuohen, ndërsa synon të godas grupin e mbështetur nga Irani, Hezbollah. Ndërkohë, një sulm izraelit ndaj një hoteli në qendër të Beirutit ka vrarë 4 persona, sipas Ministrisë së Shëndetësisë së Libanit.